Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë dhe për të komentuar ngjarjet më të fundit. Tani dua të ndaloj pak tek Sara dhe Ledioni. Sara dhe Ledioni, fatmirësisht, janë në qendër të vëmendjes, i gjithë publiku dëshiron të di për to, dëshiron të kuptoj rreth ngjarjeve më të fundit, rreth lëvizjeve më të fundit dhe rreth sekreteve më të mëdha. Në fakt, çfarë po ndodh me këtë dyshe? Ky është nga çiftet që përflitet shumë, po të hapim televizionin, do dëgjojmë për Sarën dhe për Ledionin, do dëgjojmë për përditshmërinë e tyre, do dëgjojmë për jetën e tyre, do dëgjojmë për ngjarjet më të fundit në jetën e tyre. Por siç duket, dyshja po bën lëvizje të njëjta dhe kjo e konfirmon, ashtu siç unë gjithmonë kam përdorur logjikën duke mos e dhënë fjalën e fundit ndarje, pa i studiuar mirë lëvizjet, sepse lëvizjet zakonisht tek personazhet publik janë ato të cilët tregojnë apo sjellin atë dinamikën më interesante se çfarë në fakt po ndodh në jetën e tyre. Dhe në lëvizjet e fundit un kam parë një Sarë dhe kam parë një Ledion që vërtet din të japin energji, din të japin pozitivitet dhe marrëdhënia e tyre është fantastike. Televizioni Top Channel po përgatitet për rrugtimin e tyre të bukur, domethënë përpos që kanë një marrëdhënie të shkëlqyer, kanë një dashuri fantastike dhe gjërat ju shkojnë më së miri Ledionit edhe Sarës, televizioni Top Channel po përgatitet për shtatorin dinamik ku do të na sjellën emisione të fuqishme, ku do të na sjellën prapaskena të bukura, por do të na sjellën edhe një Big Brother. Një dashuri, unë them gjithmonë, aty ku ka dashuri, aty ku ka mbështetje të sinqertë, në këtë rast Ledioni dhe Sara, dhe aty ku ka ngrohtësi emocionale, me patjetër që ka sukses. Dhe unë jam i padiskutueshëm tek suksesi i Ledionit edhe i Sarës. Domethënë të gjitha ato të cilët janë në mëdyshje që çifti nuk e ka raportin e mirë, që çifti është i ndarë, që ka krisje në marrëdhënie dhe Ledioni është thjesht një punonjës në Top Channel dhe Sara mbetet presidentja etj. Kjo është krejtësisht një gënjeshtër, është krejtësisht një lajm i rrem sepse raporti dhe dashuria e tyre është shumë e bukur nga informacionet që kam unë. Do me thënë, çifti është aq i lumtur sa që merren me projekte dhe shpeshherë do me thënë janë pjesë e televizionit Top Channel ku bëjnë ato takimet gjigande të mëdha për të ndërtuar një diçka të bukur për ta sjellur tek publiku. Do me thënë gjërat po shkojnë më së miri dhe raporti është harmonikisht shumë i lumtur, vetëm se duhet të presim surprizat.